Sikurse e kemi paralajmëruar në krye të herës të kësaj magazine informative, në vazhdim do të kemi një intervistë me kryeshefin e Inspektoratit Policor të Kosovës, Kushtrim Hodaj, që falenderoj shumë që ka gjetur kohë dhe është sot bashkë me ne për të folur kryesisht për punën e policisë së Kosovës gjatë vitit 2025 dhe po ashtu për rekomandimet që ka dhënë institucioni i Inspektoratit për zyrtarët policor. Zoti Hodaj, po e nisim me njoftimin e fundit të Inspektoratit Policor të Kosovës që është dhënë gjatë ditës së djeshme, pra ka sërish ankesa që vinë në territorin e veriut të Republikës së Kosovës karshi zyrtarëve policor, por që dolet ke qenë lajmërim i rrem, për çka pasaj sipas njoftimit që keni shpërndar ju ka edhe një procedurë tjetër të iniciuar nga prokuroria themelore në Mitrovic pikërisht për lajmërim të rrem. A janë shtuar lajmërimet e tilla të rreme në veri të Republikës për shkak që ka më pak policë nga nacionaliteti serb? Në përgjithësi kemi pas numër në rritje të ankesave ndaj punës policisë në gjithë territorin e Kosovës, ka pas një ngritje të lehtë të numrit të ankesave edhe në pjesën veriore të Kosovës. Jo të gjitha ankesat janë bazuar dhe mund të vërtetohen pretendimet e qytetarëve, mirë po ndonjëherë është edhe vështirë për të argumentuar edhe të kundërtën, siç ka qenë rasti i djeshëm, në cilën edhe kemi lëshuar një komunikat. Ne kemi pranuar një ankesë ndaj disa qytetarëve, nga disa qytetarë ndaj punës policëve, të cilat kanë pretenduar se djali apo njëri prej qytetarëve që ka qenë me ta është keq trajtuar nga ana e policisë gjatë një pike të kontrollit, gjatë një ndalese në Zupin Potok dhe gjatë në Leposavić dhe gjatë ndërmarrjes së veprimeve hetimore tona, sigurimet e videoingjëzimeve dhe deklaratave të ndryshme edhe të ankozëve po edhe të zyrtarëve policor, kemi ardhur në përfundim që ankesa ka qenë e sajuar, nuk ka pas veprime të policisë që kanë tejkalu autorizimet policore, as më tepër që në videoingjëzimet që duken, domethënë ka qenë një kontroll dhe veprimet të policisë që janë harmoni me procedurat standarde dhe me ligjet që zbatohen në raste të tilla dhe ne kemi konsideruar që të njoftohet prokurori për gjitha këto të gjetura dhe bashkërisht me prokurorin kemi ardhur në përfundim që ankesa apo pretendimet janë të sajuar, janë deklarime të rreme dhe kemi iniciuar rast për deklarim të rreme ndaj qytetarëve. Nuk është që ndodh shpesh kjo që ne të adresojmë ndaj qytetarëve kallëzime apo hetime për deklarim të rreme, mirë por në rastet kur ka pamje filmike dhe kur qartazi shihet që pretendimet janë të sajuara, sigurisht që Inspektorati Policor i Kosovës duhet të mbrojë dhe do të mbrojë zyrtarët policor edhe nga ankesat që kanë për qëllim dëmtimin e imazhit të zyrtarëve policor dhe të policisë Kosovës në përgjithësi, kudo qofshin ato, qoftë në pjesën veriore apo edhe në pjesë tjera të Kosovës. Me patjetër në gjithë Kosovën, por ajo pika ku dyshohet, do thotë, ku ju keni ardhur në përfundim se ka gënjur në një farë forme personi i nacionalitetit serb, është te ura e Bistricës në magjistralen nga Mitrovica në drejtim të Leposavićit dhe kjo nuk është hera e parë që njerëz ka pretenduar sidomos të nacionalitetit serb se policia e Republikës është keq sjellur me ta, mirë po hetimet kanë dalë dhe kanë thënë të kundërtën, siç ishte rasti i djeshëm. A ndihmon shumë vendosja e kamerave në atë magjistrale për me zbardhë këto raste edhe këto pretendime? Sigurisht, kudo që ka mundësi që të vendosen pajisje të teknologjisë që sigurojnë pamjen në vendet publike, ne kemi rekomanduar si Inspektorati i Policisë që edhe veturat të zyrtarëve të policisë, po edhe uniformat e zyrtarëve të policisë të pajisen me kamera trupore në mënyrë që të kemi më të lehtë dokumentimin e çfarëdo lloj pretendimi ndaj punës së tyre, qoftë për të mbrojtur qytetarët nga tejkalimet e autorizimit nga ana e zyrtarëve policor, qoftë për të mbrojtur zyrtarët policor nga ana e deklarimeve të tilla që nuk janë të bazuara apo kanë qëllime të caktuara për të akuzuar zyrtarët policor dhe policinë e Kosovës për diçka që nuk e kanë bërë. Kjo është edhe si ide e prishjes së imazhit të policisë apo jo, si pretendime të tilla. Ne kemi pas thash një numër të lehtë të rritjes së ankesave në pjesën veriore, ka pas më shumë publikime kryesisht në mediat caktuara dhe nga organizatat shoqërisë civile që mirën me aktivitete në atë zonë. Ne ju kemi përgjigjë se cilës ankesa apo se cilit publikim, kemi një numër të madh të rasteve që i kemi iniciuar ex officio sipas detyrës zyrtare, edhe në rastet kur nuk ka pas ankesë të qytetarëve, pikërisht për të siguruar që veprimet policore edhe në atë pjesë janë në harmoni me dispozitat ligjore dhe në respektim të drejtave të njerëzit. Ka pas raste kur edhe kemi marrë masa ndaj zyrtarëve policor, kur ka pas
të kalimi, mirë por ky numër nuk është shqetësues, nuk është i jashtëzakonshëm dhe bile është nën mesatarën e shkelje apo rasteve që ndodhen në zona tjera të Kosovës. Natyrisht se do të flasim edhe për shifrat e ankesave nga ana e qytetarëve dhe po ashtu nga për shifrat e procedurave që keni iniciuar, por përmendet kamerat e trupit për zyrtarët policor. A do të mund të shohim së shpejti gjithë zyrtarët policor, sidomos ata në terren të pajisur me kamera sigurie? Policia e Kosovës fillimisht ka pranuar një donacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka filluar si pilot projekt në disa njësi. Rekomandimi ynë është që këto të blehen edhe për zyrtarë tjerë policor dhe sidomos policia e trafikut, policia kufitare dhe patrullat policore në përgjithësi të jenë të pajisura me kamera trupore, por gjithashtu edhe kamerat të vendosen edhe në automjetet zyrtarët policisë, në mënyrë që të ketë pamje për gjitha këndeve. Kjo e bën më të lehtë punën edhe të Inspektoratit Policor të Kosovës për të hetuar çfarëdo lloj pretendimi për sjellje të policisë, po sigurisht që i mbrohen qytetarët në radhë parë, po i mbrohen edhe zyrtarët policorë. Dhe a mund të flasim pak për shifrat? Sa është numri i ankesave të qytetarëve të Republikës, karshi zyrtarëve policor dhe cili është dallimi mbase me procedurat që ju keni iniciuar ndaj policëve? Vitin që shkoi kemi pranuar mbi 2500 ankesa të qytetarëve ndaj punës së policisë, që është shifër rekord prej se ekziston Inspektorati Policor i Kosovës. Është diku rreth 25% më shumë se sa në vitin paraprak. Dhe gjithashtu edhe në vitin paraprak ka pas rritje në raport me një vit më herë, kështu që këto 2 vitet e fundit kemi pas ngritjen më të madhe të numrit të ankesave. Unë këtë shoh si pozitive për shkak se ka një rritje të besimit të qytetarëve në Inspektoratin Policor të Kosovës, ka adresim të secilit shqetësim të tyre në raport me punën e policisë dhe kjo ka bërë që edhe qasja tek formulari ankesave të Inspektoratit Policor është më i lehtë. Kemi pothuajse gjysmën e ankesave që tashmë pranohen përmes platformave elektronike që i kemi të lancuar në webfaqen e Inspektoratit Policor dhe përmes rrjeteve sociale, përmes linjës së kaltër që funksionon 24 orë pa pagesë, është një numër që është i atashuar nga ana e Inspektoratit Policor dhe kemi gjithashtu zyret rajonale që kemi i ofruar qytetarëve në disa qendra rajonale të Kosovës dhe objektin kryesor ku ne pranojmë ankesa dhe fizikisht. Pra ka disa mundësi që qytetarët të paraqesin ankesa dhe reagimi Inspektoratit Policor të Kosovës, ndërmarrja e masave në secilin rast ku kemi arrit me dokumentu shkeljet e zyrtarëve policor, e ka arrit edhe me tej besimin dhe ka arrit edhe numrin e ankesave, gjë që na ka shkaktuar neve sigurisht më shumë punë, po kjo do të thotë që ka besim tek ne dhe është... A është domosdoshmërisht rritje e besimit, apo është rritje e numrit shkeljeve? Sa polic janë suspenduar? Proporcionalisht nuk është rrit numri policëve suspendu, kemi diku 129 zyrtarë policorë që kemi rekomanduar suspendimin e tyre për shkak të procedurave hetimore që kemi zhvilluar gjatë vitit të kaluar, po sigurisht një pjesë e madhe ankesave kthehen në Policitë të Kosovës për hetim administrativ apo disiplinor, për shkak se nuk përmbajnë elemente të veprave penale apo shkeljeve të rënda, të cilat Inspektorati ka mandat që ti hetoj. Një pjesë e madhe sigurisht ka të bëjë edhe me kundërvajtjet apo pakënaqësitë që shkaktohen për shkak të kundërvajtjeve në trafike që janë mekanizma të tjerë brenda policisë që i trajtojnë. Mirë, po fillimisht si adresë për pranimin e ankesave qytetare është Inspektorati, i cili pastaj i analizon, i klasifikon dhe i kanalizon në mekanizmat në të cilat janë përgjegjës për trajtimin e tyre. Çfarë shkeljesh, çfarë natyre të shkeljeve, për mos me ju thonë vepra penale, dyshohen se bëjnë policët në punën e tyre, të çfarë natyre janë ato? Zakonisht në analizat tona dhe në raportet tona vjetore nxjerrim 5 shkelje që janë më të shpeshta. Vitin që shkoi ka qenë keq trajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, lëndimi trupor, keq përdorimi i pozitës zyrtare, rrezikimi i trafikut publik dhe kanosja kanë qenë 5 llojet e shkeljeve që më së shpeshti qytetarët janë anku, apo ne kemi hetu zyrtarë policor më së shumti për këto lloje të shkeljeve. Do marrjen rishveti e kështu nuk janë? Po marrja e rishvetit hyn te keq përdorimi i pozitës zyrtare, marrja e rishvetit gjithashtu është një prej shkeljeve që hyn këtë kategorinë, këtë kapitull të veprave penale. Keq trajtimi gjatë ushtrimit të detyrës, lëndimi trupor janë vepra penale tipike policore për shkak se policia është organ që ka autoritet për të përdorur, ka autorizime për të përdorur forcën dhe shpeshherë kjo tejkalohet apo është një vijë e hollë që ndan përdorimin e forcës konform dispozitave ligjore dhe tejkalimin e përdorimit të forcës dhe kur kjo tejkalohet dhe shkaktohen lëndime tek qytetarët dhe nuk është proporcionale forca dhe nuk është bazuar në procedurat që ata janë të trajnuar dhe janë të lejuar ta përdorin, pastaj hyn
në pjesën e shkeljeve disiplinore apo edhe penale kur ka lëndime të qytetarëve. Dhe me qenë se po e përmend edhe Besniku marrjen e rishfetit, e dim aksionin në madh të IPK-s ka zyrtarëve policore ato pika në për pikë kalimet kufitare, po për shembull në vitin 2025 sa është mbase shifra më e ulët dhe ajo më e madhe që zyrtarët policorë kanë pranuar rishfet nga qytetarët? Nuk besoj që është shumë e rëndësishme shifra apo shuma, po natyra e veprës penale të korrupsionit. Ka pasur disa elemente që kanë qenë karakteristike, se s'po mund t'ju them interesante që për shembull për shuma shumë të vogla janë ka për zyrtarët policorë me nga 50 euro. Që ju kishë ofruar një policie në pikën kufitare në Vërmic 5 euro si rishfet, për ishte arrestuar personi. Megjithatë, edhe shuma e vogël e rishfetit është shqetësuese dhe është dëmshme për shkak se nëse një zyrtar policor korruptohet me shumë pak lek, i bjen që pastaj është akoma ma vështirë nëse ofrohen shuma ma të mëdha të parave. Varion varësisht prej natyrës rasteve që trajtojnë, prej tejkalimeve apo prej lëshimeve që mund bëjnë si rezultati i korrupsionit. Kemi pas raste që edhe deri në 1000 euro kanë pranuar, apo kemi arrestuar zyrtarë policorë në flagrancë që kanë marrë mbi 1000 euro për të ndiku në mënyrën e hetimit apo trajtimit një rasti që ka qenë në proces. Ka qenë një rast një hetues në stacionin policor të Biliqit, i cili është arrestuar në flagrancë, është ngrit kallëzim penal akt akuzë dhe është gjyku dhe është larguar nga puna. Po ka pas edhe raste tjera, shumat variojnë, po në përgjithësi ne nuk e konsiderojmë shumë të rëndësishme shumën se sa fenomenin e marrjes së rishfetit të zyrtarët policorë dhe jemi të pakompromis pavarësisht çfarë shume që është. Për shkak se zyrtarët policorë janë në punë çdo ditë dhe nëse një shumë e vogël përsëritet në pothuajse çdo ditë punës, prapë është shqetësuese, edhe si nëse llogarisim total të vitit dëmet që shkaktohet qytetarëve, po edhe buxhetit të Kosovës. A flasim pak për rastin e Agon Fejzullahut. Do thotë është një nga rastet më tragjike në Kosovë, vdekja e tij në Lipjan, familja, plot njerëz të cilët e përcjellin punën e policisë thonë se ai ka vdekur në duart e policisë dhe policia nuk ka pasur sjellje profesionale gjatë arrestimit të tij. Çka po ndodh me këtë rast? Çka po heton IPK-ja në këtë dhe si është proceduar policët të cilët kanë qenë të përfshirë në këtë rast? Po, si që dimë, gjithë ka qenë për raste ma tragjike, për shkak të pasojave të fatalitetit të një qytetari. Inspektorati ka marrë masat hetimore, veprimit hetimore me njëherë në momentin që është njoftu. Ne në atë kohë, në bashkëpunim me prokurin, kemi arrestu, suspendu zyrtarët policorë dhe kemi ndërmarrë veprime tjera hetimore. Aktualisht jemi në pritje të ekzaminimeve të mjekësisë ligjore që për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes së qytetarit dhe pastaj varësisht prej rezultateve të këtij ekzaminimi në bashkëpunim me Prokurinë e Shtetit do të ndërmarrim edhe veprime tjera. Akoma se keni pranuar raportin? Raporti final nuk është pranuar për shkak se është dërguar jashtë shtetit për ekzaminime specifike dhe jemi në pritje. Dhe në anën tjetër, zoti Hodaj ka pasur jo rrallë raportime edhe për veprën penale dhunë në familje nga zyrtar policor, madje Klan Kosova ka raportuar se kjo vepër, me këtë vepër në fakt ngarkoi edhe një ish drejtues i lartë i një institucioni, ish drejtor i drejtorisë për trafikimin e qenieve njerëzore, kundër trafikimit në fakt. A janë shtuar veprat e tilla apo janë vëdësuar zyrtarët policorë? Ne në vitin që shkoi kemi trajtu apo kemi hetu penale 5 raste me dyshime penale për dhunën në familje. Në 4 për tyre kemi marrë masat e suspendimin dhe arrestimit zyrtarëve policorë. Është një prej problematikave të shoqërisë tonë, sigurisht që afekton edhe policinë e Kosovës. Nuk ka pas numër të madh të rasteve që kemi trajtuar në raport me numrin total të rasteve. Mirë është shqetësuese për shkak se janë zyrtarë policor, as më tepër nëse janë edhe me grada të caktuara dhe janë përgjegjës edhe për hetimin e rasteve të tjera të qytetarëve që paraqiten dhe kur vetë zyrtarët policor përfshihen në raste të tilla, në cilin do prej rasteve, në cilin do prej veprave penale, sigurisht që është më e rëndë dhe për këtë është Inspektorati Policor i Kosovës, për këtë ka fatmirësisht mekanizmat pavarur që hetojnë dhe me këshyren që element të tillë të pastrohen nga policia e Kosovës. Pra, s'ka lëshime nga ana Inspektoratit Policor nëse një zyrtar policor ka gradë më të lartë?
Absolutisht jo. Ka pasur raste që edhe pse janë dyshuar për veprën penale dhunë familje, mandje ka pasur edhe vendimat ata janë avancuar në pozita. Ne në vitin që shkoj kemi pas zyrtar të arrestuar, suspenduar dhe të hetuar për të gjitha gradave, dhe më duke përfshi gradën e kolonelit, nën kolonelit, majorit, kapitenit dhe të gjitha gradat. Ne hetojmë të gjithë, ndërmarrin të gjitha veprimet, ndërmarrin masat në të cilat inspektorati ka autorizimi ligjor. Pastaj çështja e vërtetimit të pretendimit qytetarë nuk është gjithmonë e lehtë dhe nuk është gjithmonë që mund të arrijmë të argumentojmë pretendimin e qytetarëve, sepse ndodh që edhe nuk ka prova të mjaftueshme, apo edhe pretendimet e qytetarëve mos janë të sakta apo të vërteta. E rëndësishme që hetohen, ndërmirën të gjitha veprimet dhe nuk ka absolutisht rëndësi për ne çfarë grade ka zyrtari policor. Dhe për këtë tash është fat që inspektorati është mekanizëm i pavarur për Policia e Kosovës, nuk është pjesë e hierarkisë strukturës policore dhe kjo e bën më të lehtë për ne që të hetojmë cilën do gradë brenda Policisë së Kosovës pa të rrezikun e ushtrimit ndikimit për shkak të pozicionit që ka, për shkak se ne funksionojmë si mekanizëm i pavarur. A është më lehtë apo më zor që të hetohen policët ose ish policët, sidomos nga komuniteti serb, të cilët dyshohen për spionazh për një shtet të huaj? Pra penale, spionazhi në vetë është specifike, sigurisht është e vështirë për të hetuar. Është ma shumë domenën e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës për cilë të raste. Ne kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me këtë agjencion dhe në disa raste në të cilat kemi pas edhe rezultate, ka qenë rezultat i bashkëpunimit edhe i Prokurisë Speciale edhe Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe Inspektoratit Policor. Sigurisht që është e vështirë dokumentimi për shkak se punohet kryesisht spionazhi është vepër që informacionet shpërndahen në mënyrë jashtëzakonisht diskrete, mirë po ne kemi arritë që në disa raste të kemi rezultate të mira. Në disa raste, kemi rastin e famshëm të Bojan Jeftish, po a ka edhe raste tjera që po i hetoni ose të paktën keni arsye për të hetuar? Sigurisht, ne pranojmë informacionin në vazhdimsi për çfarëdo lloj shkeli, për çfarëdo lloj vepre, sigurisht që ka edhe të kësaj natyre. Ka raste që kemi në proces, ka bashkëpunime thash me agjenci tjera që në proces, mirë por kur do që kemi rezultate të prekshme, sigurisht që do të ndërmarrim edhe veprimet e nevojshme dhe do të njoftohet edhe publiku për to. Cili është bashkëpunimi juaj me organizatat ndërkombëtare, inspektoratet policore në përbot, organizatet për shembull KFOR-in, inteligjencën e KFOR-it, te Oleksit, po ashtu duke ditë se Oleksi është përgjegjësi i dytë për sigurinë në Kosovë? Ne kemë një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me gjitha institucionet vendore dhe ndërkombëtare që operojnë në Kosovë, në fushën e sigurisë dhe jo vetëm, edhe drejtësisë. Ne kemi qenë iniciator të krijimit të forumit rajonal të organeve mbikëqyrëse të policisë dhe kemi nënshkruar deklaratën e themelimit të forumit rajonal të organeve mbikëqyrëse të policisë me rubrikën e Shqipërisë, Maqedonisë Veriut dhe Malit të Zi dhe kemi filluar të bashkëpunojmë, të zhvillojmë inspektimet përbashkëta, të shkëmbejmë informacione, po edhe të mbajmë aktivitete të tjera si trajnimet përbashkëta me zyrtarët e këtyre agjencive. Inspektorati është gjithashtu pjesë e EPAK-ut, rrjetit evropian të partnerëve kundër korrupsionit. Ka vite që është antar i rregull dhe është aktiv në aktivitetet e kësaj organizate të rëndësishme të Evropës që përfshin agjencitë antikorrupsion dhe organet mbikëqyrëse të policisë. Dhe në 4 vitet e fundit jemi antar me drejta të plota në asociacionin e organeve mbikëqyrëse apo hetimet brendshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku kemi qenë shteti i parë apo institucioni i parë nga Evropa që jemi antarësuar me drejta të plota në këtë mekanizëm dhe pjesë e platformës dhe aktiviteteve të përvetshme që zhvillon ky mekanizëm i rëndësishëm në Shtetet Bashkuar të Amerikës. Sigurisht kemi pas përkrahje edhe këto nga programet jashtëzakonisht mira që ka pas Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës përmes mekanizmeve të ndryshëm, po edhe programet të Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Evropës, të cilët kanë ndihmuar që profesionalizmi i hetuesve të inspektoratit policor, zyrtarët e inspektoratit policor të ngritet në vazhdimsi, për shkak se kemi pranuar jashtëzakonisht trajnime jashtëzakonisht të nivelit të lartë nga trajner për agjencive më të njohura të sigurisë në Shtetet Bashkuara, por edhe të Evropës. Pra thoni që jemi shteti i parë në Evropë që jemi pjesë e asaj organizate amerikane, sepse mendohet që jemi të parët në Ballkan. Në vitin 2021 jemi antarësuar, kemi qenë në shteti i parë nga Evropa, pastaj janë antarësuar edhe shtetet të tjera të rajonit pasnesh, mirëpo është një prej organizatave në të cilat inspektorati ndihet si një prej shteteve të Bashkuara të Amerikës, një prej njësive federale, për shkak se kemi këtë trajtim që nga viti 2021.
Nëse kemi ka shumë suksese në rrafshin ndërkombëtar, a mund të kthehemi edhe njëherë brenda vendit edhe të flasim për ankesat e shumta që kanë në përditshmëri zyrtarët e policisë së Republikës edhe ankesat më bazike, për veshjet e tyre, kostumet që i përdorin për çdo ditë, nuk po flas pastaj edhe tenderët e dështuar të një pas njëshëm edhe për antiplumbe dhe për pajisje tjera të cilat janë bazike edhe të përditshme për zyrtarët policor. Cili është qëndrimi i inspektoratit policor karshi kësaj, edhe a keni biseduar edhe me aktorë tjerë relevant, edhe mbase a do të mund të ngrihen ndonjëherë procedura disiplinore për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe për ata që i neglizhojnë këta kushtet e zyrtarëve policor? Ne zhvillojmë përveç trajtimit të ankesave, hetime penale që zhvillojmë, ne kemi një funksion jashtëzakonisht të rëndësishëm të inspektimit, ku përmes inspektimeve ne evidentojmë të gjetura dhe hartojmë raporte për mënyrën e menaxhimit të fushave të ndryshme të policimit dhe disa prej inspektimeve prekin ndër tjera edhe kushtet e zyrtarëve policor, duke përfshirë prej kushteve fizike të stacioneve policore, kushtet e sigurisë, kushtet aspektet logjistike, të automjetet vetura, po edhe të uniformeve. Në disa prej rekomandimeve të Inspektoratit Policor të Kosovës gjenden rekomandime konkrete që lidhen me përmirësimin e kushteve të punës zyrtarëve policore, që lidhen edhe me këto që ju i potencua, dhe është një proces i vazhdueshëm në të cilin policia bën përpjekje për të arrit këto standarde dhe për të zbatuar këto rekomandime. Sigurisht që ka edhe çështje procedurale, ka edhe çështje të buxhetit. Mirë, po ne kemi pas edhe raste edhe kemi raste në vazhdimsi që edhe hetojmë procedurat e prokurimit kur ka neglizhencë apo kur ka keqpërdorime. Sigurisht që ka pas raste kur ka pas edhe rezultate, mirë, po konsiderojmë. Do të keni hetuar edhe raste të tilla. Po ka pas. Cili është rezultati? Ka pas raste kur kemi hetuar çështje të prokurimit apo tenderë të ndryshëm në policinë e Kosovës dhe janë adresuar në prokurori, tash nuk e di sakt cili është epiloga për rezultati i tyre, po është një prej fushave që inspektorati gjithashtu ka vëmendjen dhe përmes rekomandimeve tona apo dhe përmes hetimeve i adresojmë këto çështje. Ne kemi tashmë një proces të avancuar të komunikimit me policinë e Kosovës dhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme për të matë nivelin e zbatimit të rekomandimeve që jep Inspektorati Policor, sepse dikon 70-80 rekomandime ne japim në vit si rezultati i këtyre inspektimeve dhe pastaj kemi një proces të takimeve që mbahet në nivel të ministrit dhe drejtorit përgjithshëm të policisë për të raportuar për nivelin e zbatimeve dhe për arsyetimet në rast të dështimit të zbatimit të këtyre rekomandimeve dhe ka një rritje të nivelit të zbatueshmërisë të këtyre rekomandimeve në 2 vitet e fundit dhe besojmë që do të ketë në vazhdimsi përmirësim të aktiviteteve policore për të zbatuar të gjitha ato rekomandime të cilat hipen me qëllimin e mirë që Policia e Kosovës të përmirësojë në vazhdimsi çka tjetër keni rekomanduar? Ose cilat janë mbas ato 5 rekomandimet më të mëdha që keni ju gjatë vitit të ardhshëm, gjatë këtij viti? Ne kemi inspektime që kanë prek fusha të ndryshme, siç është performanca e stacioneve policore, menaxhimi i burimeve njerëzore, trajtimi i rasteve dhunës familje, trajtimi i rasteve, hetimi i rasteve të drogës dhe përsërisht në fushë ne kemi rekomandime specifike që i mbulon këto fusha. Sigurisht ne rekomandojmë që të ketë shpërndarje më të mirë të burimit njerëzor, që të ketë shfrytëzim më të mirë të resurseve, të ketë respektim të procedurave hetimore, kohë më të shkurtë të hetimeve penale, adresim më të shpejtë të rasteve në prokurori, ulje kohës së reagimit në thirrjet e qytetarëve që domosdoshmë është dikon 13-14 mesatarja e kohës së reagimit të zyrtarëve policorë në rastet kur qytetarët adresojnë ankesa. Ne kemi rekomandime gjithmonë që të ndërmirren masa që shtohen kapacitete edhe logjistike edhe njerëzore që qytetarët, policia të jenë gjithmonë më afër qytetarëve në rastet kur ka shqetësime të tyre. Po, dhe një pyetje mbase për fond. Vitin e kaluar, në nëntor janë bërë 3 vjet që kur policët nga komuniteti serb e njësive më të thjeshta dhe deri te komanda kanë lënë ndërheqje. Sa i kontribuan kjo efikasitetit të policisë, mungesa e tyre, sidomos në policinë e komunitetit, kur dihet që njerëzit të cilët i përkasin atij komuniteti janë nganjëherë më të besueshëm se sa të tjerët dhe çka do të duhej të bënte Policia e Kosovës në këtë aspekt?
Sigurisht që ka qenë sfiduese në muajt e parë, në momentin kur një numër i konsiderueshëm i zyrtarëve policorë të komunitetit serb ka dhënë ndërheqje, mirë po kjo me kalimin e muajve dhe viteve është zbutë si problematik për shkak të 2-3 proceseve të rekrutimit që ka pas Policia e Kosovës për rekrutimin e zyrtarëve policorë të komuniteteve jo shumic, përkatësisht në komunat veriore të Kosovës. Ndoshta nuk është arrit akoma niveli i duhur që duhet jetë proporcional me numrin e popullsisë atje, mirë po ka një përmirësim të kësaj problematike. Sigurisht ka qenë sfiduese gjatë muajve të parë. Policia e Kosovës është për gjithë qytetarët e Kosovës dhe sigurisht që duhet i përgjigjet dhe duhet i përshtatet nevojave në qytetet caktuara, por ne mund të themi që në veriun e Kosovës ka një nivel të sigurisht më të lartë, ka problematika më pak në raport me të kalunën dhe ka probleme ma pak edhe me policinë e Kosovës atje. Ka një përmirësim të situatës përgjithshme sigurisht dhe kjo ka ndikuar që të mos vrehet shumë mungesa e numrit të zyrtarëve policorë të komunitetit serb. Në atë mas që ka qenë, sigurisht që është e nevojshme dhe duhet të rritet. Faleminderit shumë, zoti Hodaj, që ishit sot bashkë me ne dhe diskutuam për, mbase jo të gjitha, po për gjërat kryesore që e kanë karakterizuar policinë në vitin e kaluar dhe rekomandimet tuaja për vitin e ardhshëm. Faleminderit për mundësinë. Edhe një lajm për fond është Ministria e Punëve të Brendshme, e cila njofton opinionin publik